Selam aleikum, miq të dashur dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Arlinda dhe sot në këtë seancë do të bëjmë një udhëtim të qetë reflektimi dhe shërimi, ku do të kujdesemi për atë pjesë të zemrës që ka mbajtur dhimbje, frikë dhe plagë të braktisjes. Nëse ke jetuar gjithmonë me frikën se njerëzit që i do të largohen, nëse je ndjer i braktisur dhe ke kaluar vite duke menduar se duhet të jesh i mjaftueshëm që dikush të zgjedhë dhe të qëndrojë pranë teje, nëse dashuria të është dukur gjithmonë si diçka e pasigurt që mund ta humbasësh në çdo moment, atëherë kjo seancë shërimi është për ty. Ka një pjesë brenda teje që ka pritur për shumë kohë të ndihet e zgjedhur, e dashur dhe e sigurt. Ndoshta ke përjetuar largimin e një prindi, ose ndoshta ai prind ka qenë pranë teje fizikisht por jo emocionalisht. Ndoshta ke përjetuar humbjen e një dashurie që përfundoi papritur, po pa shpjegim dhe pa mbyllje. Ose ndoshta ke parë të njëjtin model të përsëritet vazhdimisht në jetën tënde, në shoqëri dhe në familje. Njerëzit largoheshin pikërisht në momentin kur ti filloje të besoje dhe kur i lije të afroheshin më afër zemrës tënde. Dhe me kalimin e kohës pa e kuptuar, fillon të besosh se dashuria është diçka që nuk qëndron, që herët ose vonë njerëzit do të largohen. Kështu këta bindje i more me vete në çdo marrëdhënie, si në dashuri, ashtu edhe në shoqëri e familje. Dhe ajo shfaqet në mënyrën se si përgatitesh për humbjen para se të lejosh veten të duash plotësisht dikë. Para se lejon veten të besosh plotësisht dikë. Në mënyrën se si i shtyn njerëzit larg nga frika se mos një ditë ato largohen vetë dhe të lëndojnë më shumë. Në mënyrën se si bën më shumë se ç'duhet, jep më shumë se ç'duhet dhe do më shumë se ç'duhet me shpresën se kësaj here do të jesh i mjaftueshëm që dikush do të qëndrojë. Nëse deri këtu këto fjalë rezonuan me ty, dëgjoj këtë me kujdes. Ti nuk u lëndove sepse nuk ishe e denjë për dashuri. Vlera jote nuk përcaktohet nga askush tjetër përveç se Allahut. Ti thjesht u lëndove nga njerëz që nuk kishin aftësinë të jepnin dashurinë, praninë dhe sigurinë që kishe nevojë. Edhe unë e kam njohur këtë dhimbje. Kam larguar njerëz dhe jam tërhequr prej tyre para se të më braktisnin ata. Kam kërkuar tek njerëzit qetësinë, sigurinë dhe dashurinë që zemra ime kishte nevojë. Por me kalimin e kohës kuptova se ajo zbrasti brenda meje nuk mund të mbushej nga asnjë krijesë. Ajo zbrasti ishte një thirrje për të kthyer te krijuesi im. Kur e gjeta Allahun, kuptova se dashuria e tij është më e madhe se çdo humbje dhe çdo frikë. Mëshira e tij është më e gjerë se çdo plagë. Dhe afërsia me të është siguria më e madhe që mund të ketë një zemër. Ndoshta edhe ti nuk e ke kuptuar ende se ajo dhimbje që mban nuk është diçka që duhet të mbash për gjithmonë. Ajo zbrasti mbushet vetëm nga krijuesi yt, me dashurinë e tij, me dritën dhe udhëzimin e tij dhe me mëshirën e tij. Sepse kur zemra gjen Allahun, ajo nuk kërkon më të plotësohet nga njerëzit, por i do njerëzit duke e ditur se burimi i vërtet i sigurisë është vetëm tek ai. Dhe kjo seancë shërimi është pikërisht për pjesën tënde që ende mban atë dhimbje dhe atë peshë të braktisjes. Për pjesën tënde që lodhet duke pritur të ndihet më në fund të dashur dhe e sigurt. Për pjesën tënde që ka nevojë të kujtojë se nuk duhet të fitojë dashurinë duke vuajtur për të. Me lejen e Allahut, ne sot do të përpiqemi të çlirojmë zemrën tënde nga barrat që ke mbajtur për shumë kohë dhe të kujtojmë se siguria jote më e madhe është tek Allahu, i cili nuk të braktis kurrë. Gjatë kësaj kohe, gjej një vend të qetë, merr frym ngadalë dhe lejoje zemrën të dëgjojë me qetësi. Ndërsa dëgjon, përsërit pas meje ose lejoj këto fjalë të deportojnë thellë në zemër dhe pranoj si të vërtet për veten tënde. Bismillah, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit.
me lejen e Allahut. Le të depërtoj ky shërim në çdo pjesë të zemrës dhe qenies tënde që mban ende dhimbje. Përsërit pas meje. Bismillah. Me lejen e Allahut, le të depërtoj ky shërim në çdo pjesë të zemrës dhe qenies sime që mban ende dhimbje. Mirëpres vetëm atë që është në përputhje me udhëzimin e Allahut, me mëshirën e Tij dhe me atë që është më e mirë për mua në këtë jetë dhe në ahiret. Me ndihmën e Allahut, çlirohem nga besimi se dashuria është diçka që gjithmonë largohet. Heq dorë nga besimi se duhet të fitoj dashurinë e njerëzve ose të bëhem dikush tjetër që ata të qëndrojnë. Lëshoj plagën e braktisjes, qoftë përmes mungesës, ftohtësisë emocionale, neglizhencës apo dashurisë që erdhi dhe u largua pa paralajmërim. Lëshoj zakonin e të jetuarit me frikën se çdo marrëdhënie do të përfundojë. Lëshoj zakonin dhe nevojën për të mbrojtur vazhdimisht për t'i larguar njerëzit para se ata të largohen nga unë. Lëshoj pavarësinë e tepruar që ndërtova për të mbijetuar. Ndërsa i pranoj këto plagë, ndjej se zemra ime fillon të zbutet, fyti im çlirohet dhe shpatullat e mia lehtësohen. Me lejen e Allahut, zemra ime gjen paqe e qetësi përsëri. E pranoj dhe mëshiroj atë pjesë që kam mbajtur këtë dhimbje për kaq gjatë. Atë pjesë që e mësoi këtë frikë dhe këtë pasiguri në fëmijëri ose më vonë gjatë rrugtimit tim. Atë pjesë që priste dikë të kthehej. Atë pjesë që mendonte se duhej të ishte më e mirë që ta donin. E kuptoj se ajo pjesë nuk kishte nevojë për fajsim, po për kujdes, dashuri dhe shërim. Allahu e ka parë çdo lot që është fshehur, çdo dhimbje që nuk është shprehur, dhe çdo barë që zemra ime ka mbajtur në heshtje. Me mëshirën e Tij, ajo që dikur më lëndonte, sot fillon të shërohet. Me lejen e Allahut, çlirohem nga çdo barë që nuk më takon ta mbaj më.
Lëshoj trashëgimin e braktisjes nga çdo brez i familjes sime. Nga çdo paraardhës që u braktis. Nga çdo paraardhës që braktisi të tjerët. Nga çdo plag që u trashëgua brez pas brezi dhe që nuk ishte kurrë e imja për ta mbajtur. Dashuria që Allahu ka caktuar për mua nuk ka nevojë të fitohet me mund dhe sakrificën e vetvetes. Dashuria që është e caktuar për mua vjen dhe qëndron. Kam besim se njerëzit dhe përvojat që janë të caktuar nga Zoti dhe janë në përputhje me mua nuk do të më braktisin. Dhe ato që largohen, thjesht po hapin rrugën për ata që janë të destinuar të qëndrojnë. Me lejen e Allahut, zemra ime fillon të kujtoj se nuk kam qenë kurrë e padashur dhe pa vlerë. Unë thjesht jam lënduar nga njerëz që nuk mundën të më donin ashtu siç kisha nevojë. Vendose dorën mbi zemër, merr frymë thellë, mbaje për disa sekonda dhe nxirre jashtë. Thuaj vetes tani, zemrës tënde, ti nuk bëre asgjë gabim. Allahu e di çdo dhimbje që ke mbajtur. Dhe ai nuk të ka braktisur kurrë. Ti je e parë, e dëgjuar dhe e dashur nga krijuesi yt. Tani të shoh edhe unë. Tani të dua edhe unë. Sepse Allahu më dha qartësi. Nuk ka rëndësi kush u largua. Sepse unë nuk do të largohem kurrë. Allahu nuk do të largohet kurrë. Ai është gjithmonë pranë teje. Ti je e plot, ti je mjaftueshme, sepse e ke Allahun. Ai thot në Kuran, kush mbështetet tek Allahu, ai mjafton. Është në rregull nëse deri më sot ke kërkuar tek njerëzit atë që vetëm ai mund ta mbushte. Është në rregull nëse ke jetuar me frikën se mos të lëndojnë, mos të refuzojnë ose mos të braktisin. Por nga ky moment gjithçka ndryshon. Sepse ti tani ke Allahun, krijuesin tënd, mbrojtësin tënd, mëshiruesin tënd. Kur zemra jote mbështetet tek ai, nuk ka më nevojë të jetojë rob i frikës. Njerëzit mund të ndryshojnë, mund të largohen, por Allahu nuk të braktis kurrë. Ti je e sigurt në kujdesin e tij. Ti je mbuluar me mëshirën e tij. Ti je mbrojtur me dritën e tij. Dhe askush nuk mund të dëmtoj për te asaj që ai ka caktuar me urtësinë e tij. Prandaj qetësohu, zemra ime. Kur Allahu është me ty, nuk ka rëndësi kush është kundër teje. Çdo plag ja dorëzojmë atij.
Çdo frikë ja dorëzojmë atij. Çdo dhimbje ja dorëzojmë atij. Me lejen e Allahut, kjo zemër zgjedh të jetoj me besim, jo me frikë. Askush s'mundet të të lëndoj tani, sepse tani ti je sigurt në duart e tij. Ti je e dashur, e mbrojtur nga mëshira dhe fuqia e Allahut dhe engjëjt e tij. Tash e përgjithmonë. Dhe kështu qoftë. Elhamdulillah, Allahumma amin. Merë një frymë thellë dhe nxirre nga dalë jashtë dhe mbaje mend, ti je i dashur dhe me vlerë në sytë e krijuesit tënd. Dhe njerëzit e duhur që Allahu i ka caktuar për jetën tënde do të zgjedhin dhe do të qëndrojnë aq sa është më e mira për ty. Më trego si u ndjeve gjatë kësaj seance, a të pëlqeu dhe nëse dëshiron më shumë shërime si kjo, më trego në komente se çfarë je gati të shërosh më pas me lejen e Allahut. Nëse kjo video të ndihmoi, ruaje tani që të rikthehesh sa herë që frika e braktisjes ose dhimbjet e së kaluarës të rëndojnë zemrën. Le të jetë kjo një kujtesë se shërimi është një proces dhe se nuk je i detyruar të përballosh atë vetëm. Ndaje këtë me dikë që ka nevojë të dëgjojë, sepse ndoshta Allahu e bën këtë mesazh shkak për shërimin e zemrës së dikujt tjetër. Faleminderit që ishe sot këtu me mua. Deri herën tjetër, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ty. Assalamu alaikum.